fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Shikues nderuar, erdhi radha e pjesës së tretë tani me Bacën Idriz Zeqiraj. Në këtë pjesë, ai do të flet për readresimin e tij në ish Jugosllavi, kërkesën pse ai në fakt donte të kthehej nga një vend që ishte ikur, dhe odisejada edhe me këtë rast, kur refuzohet nga ambasadat e Jugosllavisë, Grecisë, Turqisë e kështu me radhë. Do të flasim për migrimin e tij në Gjermani, veprimtarinë e tij në arsim në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në luftën e fundit. Janë këto të dhëna rrëfime ultra ekskluzive të një njeriu të urtë. Mos ta zgjas më shumë, le ta ndjekëm sa më gjatë këtë tribun, këtë njeri të pendës dhe të mendjes. Baca Idriz Zeqiraj, pjesa e tretë. Baca Idriz, ju thatë për shkak të shikuesve keni shku në ambasadë Jugoslave dhe jeni pajtu që ju të ktheheni në Kosovë me dënimin që ju kanë thonë që mund të jetë 9 vjet. Jo mund të jetë pas 9 vjet mund jetë. Pastaj ju ka ardhur përgjegjja që juve nuk ju është e lejuar hyrja në Jugosllavi. Tani, këtë kërkesë që keni bën në ambasadë për të kthyer dhe këtë gatishmëni, cilat kanë qenë arsyet që ju keni vendos me hyrje në Jugosllavi në një shtet armiqësor prapë për juve me një burg që ju pret në krahasim me një burg tani le të themi në Shqipëri. Burgu i Shqipërisë ishte i përjetshëm. Ishte i përjetshëm. Domethënë për një shqiptar që ka shkoje në internim, nuk të lejshin shumë, shkoje në burg. Edhe do ishte ky, burgu tjetër 10, prandaj çfarë do burgu, ku do në burg ishte mashtur. Lere më që këta tani kishin kaluar vite. Ishte çështje e viteve të gjyqeve të 70-ta kur ishte. Tani duke ndëgjuar këtë rrëfim të juaj dhe këto që po i thoni, dhe duke marrë parasysh që nomenklatura e kohës në Jugosllavi, ku kanë qenë të ingranuar edhe shqiptarët, ata si duket e kanë ditë këtë realitet, populli se ka ditë. Edhe ilegalja që ka vepruar në Kosovë nuk ka qenë njoftuar në detaje për këto që ka po i rrëfeni ju. Tani, apo i bie kjo që grupet ilegale që për bazë kanë pas edhe ideologjinë marksiste, leniniste, enveriste, staliniste, le të themi. Megjithatë, çështje bosht dhe dimensioni i nacionales ose kombëtarës ka ekzistuar, se derisa, domethënë, ka qenë si kauzë tyre dhe bashkimi kombëtar, nuk mund të thuash ndryshe. A mund të themi, edhe nga kjo distancë kohore dhe nga krejt përvoja juaj, si një njeri që keni përjetuar këtë, që këto organizimet me të mbushura me ideologji që jo ndalë që janë të dëmshme, megjithatë e kanë kry punën e vetë në aspektin kombëtar në mënyrë pozitive dhe ky është elementi që mund të nxjerrët nga këto organizimet. Ku në një kohë në fillim i keni përkit edhe ju, por pa emër ka qenë herët në fillim. Çka mund të thoni rreth kësaj? Është tani kjo çështja e ngarkesës ideologjike me pa në prizmin e sotshëm është e rëndë. Kjo është e rëndë sepse krejt tjetër ishte puna e Shqipërisë dhe gjithçka, bashkëpunimi i sigurimit shqiptar me sigurimin jugoslav ka qenë gjithherë në nivel. Dhe pse mbashin ta të bërgosur, çështu me në rrugë. Jo bën një aksident, një shofer, jo një diçka jashtu, këta mbashin. Prej 49-ës ishte, me rëmem, po kalarim gati në vitet 90-ta, njerëzit ishin në burg. Edhe tani i dëgjoj unë, por pas vitit 1990, nuk justifikohen këta që aplauzojnë në ndërhoqën. Kjo është e rëndë. Kjo është e rëndë për ata. Është e rëndë. Unë e kuptoj, absolutisht, ja, Demaçi, për shembull, kur mba letrën e Demaçit, në 90-ën, kur ndjenja mund arsyen. Demaçi në 10 pika e shkretoj, që i dha, i ka heshtë paftit, i ka vutë aftit, andaj këta ishte profesorët që i kishtë të nështu dhe i vente bujqët ministra në këtej, edhe ju kom përgjigjur me respektu në madhi shumë dashur. I Baca Dempo
i kom thanë gjërat qartasi, se si janë. E ndodhen tëra ato, është tëra e literaturë, tëra jo. E përsëri, kishte drejtën dhe Hoxha, kur dihet që të paktën 6.000 intelektuali ka lënë pa varr, për shkatu me gjyqje, pa gjyqje, pa varr, llogaritën, 6.000, jo më pak. E mirat e tjerë, kështu, është edhe e randë, është kjo punë e të gjithë. Por, që është pozitivja ajo që thunë juve, se kanë qenë impulse të kundërshtisë të regjimit, dhe duhet pas gjithmonë dhambje për torturat të tyre, respektin për nismat që i kanë pas, duke i amnistuar në këte ideologjinë e tyre të hershme, por të vazhdosh përsëri edhe të ndjekush metodat e Enver Hoxhës në vitin 98, 99, gjatë luftës, duke i vrarë luftëtarët e Farkut edhe e veprimtarët e dëshmuar të LDK-s, edhe brenda sojit të tyre, Allah që me shokë Kumanove në këta të gjithë të ekzekutur për tyre, kjo është e të mërshme, kjo nuk kapet. Tani une kisha paraqit kërkesën për këthejmë hapër. Edhe e kisha kështu, o këthejmë o në burg. O këmë qeni prerë të punë, së është një histori tjetër ndrimit banesave tjera ke patë, ka qenë që këmë shuo dhe studimet për një muj, nga survimi që ju banin edhe grupet që fillun të arrestojnë kësëvarët në grupe, për fshijel, që nga zërgjëllota me shokë, që ishin përdojrë për hyri, për dalja, deri të studentët, deri të këta gardën e retë të shkurit, të emigracionit. Ka ndryshu emigracionit, trajtimi të këtyre të nishës kanë pas krejt tjetër, pa provokime, pa. Edhe, nëse për... Emigrim në Evropë, dhe më thonë. Tani, emigrim në Evropë. Emigrimin nuk arrita provova në Gjermani, kisha vajnë, Gjegjeni kisha në Francë. Ju i lirun nga burgu, apo jo? Po, në Francë, pastaj unë bera kërkesën në Francë, ishte Gjegjaj. Me garancion me këtej, më refusun. Bera kërkesë tranzit në Greqi. Në Greqi kisha shok të burgut që ishin, që zbëshin politik ishin. Njerë që shtu edhe ata që mbashin peng, pastaj ka ardhë edhe në Turqi, me bëllit Turqit në një kontrol shumë bajat, me zbavje, pusëshme. Pastaj në Gjermani, edhe nuk pa arria, më dhanë leje këta shqiptarët, më lërku. Pas nuk pranën të kush. Franca kishin në Jugoslavët, më dhanë. Greqia po ashtu. Turqia edhe jo ka bashkëpunuar. Edhe vjen vllai nga Gjermania me leje, se do në tjetë me ambasadën, dhe takon shefin e kundërzbolimit të Shqipërisë, dhe minister i brendshëm, që dënoi Berisha me burg të përjetshëm, pastaj 25, zyliftar i famshëm, zyliftar Ramisi, u liru pastaj me rëmujën e 97. Edhe tashti, beta une, duhi lase pase, më thonë, me zëvendësu pasaportën, është si kjo leja e shoferit të rëfaqe, edhe ma te mund të kaloje. Po atë duhet të alëshën të Ministria Jashtme, edhe po zarri që nuk pëllëshën. Nërko, po bërë një impresion, je i emruar mësus, gazetare, shtu, dhe që me bërë shtetësinë, me vazhdo me ndajtë. Unë i kësha thanë, nuk rëj, pikë, nuk dhe të rëj. Edhe i thëmë, i shuj letër, i thëmë, njërës të ri praktike vjetër, në Ministria. Kanal njërës të ri, është e bilishte Rejz Malili, kjo ka qenë të randë Rejz Ramizalis, edhe aje shënën atë fjali me të kuqe, atë letër ja qënë këti shefit e kundërzbulimit, që ishte dhe zëndës minister. Kjo me thërët në përzens të kryetarit e vizave për publikën, edhe aj, edhe filloj hetimin. U pa që du të në arrestojnë, shkoj ke zona Gërvala. Të zona kom shku, se ne jemi me i Sofin që është në gjimnazi. Thëmë, duan të më arrestojnë, po më kërkojnë nga ti, nëse ke mundësi, një letër për Ramizalin, të shkoj në Dorveq. U mendu zana, u mendu, tha, ndëgjë, tha, unë dhe kam katin sipër, sekretarin personal. Kjo ka qenë vila italiane që ushin të aviacionit, ku ka bënu më një sërshë dhe kjo më të zdrami sa, kështu njës ma. Po ka qenë edhe kjo familja Gërvala, edhe sëtë unë e kësha marë për sipër, që ose nuk shkërun
ato letra që i shkrumti, se thot me dëmtanë edhe mu, edhe vetën. Unë u mundova bëllë, po me gjithate e bera, Ramiz Alia këthe një përgjigje. Zyrati, Ministrisë të Brendshme, i thot të trajtohet ekonomikisht deri në kthim. Edhe të trajtohet ekonomikisht deri në kthim. Kthim ku? Në kthim kudo, gjej vend, si kësha marrë në aprovimin nga Ministria e Brendshme, që po mifshin lejë shku në ambasada, e kësha marrë në dijet, sa i ka njerëzit të të enë, edhe... I qka ishte kërkesa juj të Ramiz Alia? Trajtim financiar vetëm? Jo, mërë të farë, s'kërkoja farë. Largim nga Shqipëria, me çdo kusht. Po tani nuk të pranojshin... Jam i dënuar, pa fajshëm konvuj. Po nuk të pranojshin shtetet? Ka të bëni Ramiz Alia kur s'të kam pranu shtetet që do të shkojsh? U gjetë kjo punë, pastaj. Po, si dole? Ramiz Alia i këthim përgjigje se të trajtohet ekonomikisht deri në këthim. Dhe të mos arrestohet. Tash, Ministria i këthen përgjigje dhe si ka mëndësi, të trajtohet kur kjo thët qënë pakon e burgjeve të Shqipërisë, për harmisht e popull. Që në jetë Kosovarët burgjeve s'keshin një lukë shqeqer me qitë në qaj. Dhe pastaj? Edhe pastaj u dërzua jo letër, pas kësaj fjale, vllai im vjen nga Gjermania në përmes ambasadës të Shqipërisë, dhe më thamë në leje, për të duhe vizë për Shqipëri, edhe kontakton me këte shefin e vizave të Republikës së Shqipërisë, edhe një oficer madhor aty. Edhe thot që të kthehet, në qovë se nuk vendosët, të kthehet Shqipëri, së një shanë proces pa fajësia tani. Dhe qka u të ndodhi? Të kthehet, qovë se nuk rregullot të kthehet, unë e shkova në Gjermani, me njerën vura me avokat, dhe ju shkut në Gjermani? Po, Cilim vit? Në Gjermani në 90-ën, shkur 90-ën. Aty u akuzova për spionazh në favor të Shqipërisë 2 vjet hetime. Në Gjermani? Në Gjermani. Kemi thënë nga 4 burime, një 2 vjet që i mësova si e qysh. Dhe atje, qëfar trajtimi kishit në Gjermani tani? Në Gjermani, pastaj mu 2 vjet që ashtu, unë kërkova, nuk kërkova të trajtohem me ndihma sociale hiç, as me banesë, e kisha vllajin. Azil? Azil politik. Po. Dhe nuk danë të mbajten të arat internu? Jo, veç atje mbajten që shi mbajshin 21 ditë, me një hajm atje. Po. Pastaj shkove të vllau? Pastaj të vllai, aty erdhi pastaj kjo kërkesa tjetër për akuzë spionazh në favor të Shqipërisë. Dhe pastaj? Tani, në atë kohë kështë, përpara kështë pas bëtusin, kur ka qenë Sinan Hasani, i presidencës, në atë librin e ti që ka bi ashtu, kështë e futë si në lidhje me këto. Këta që dënoshin, në lidhje me Shqipërinë me mua, ashtu që kanë futë, edhe ta kishin një avokat në Beograd. E këta pasaj sëllën shumë nga gazetat e nga këto, sëllën, tha si ka mundësi kur dole në gjysh tani. U bo gjyqi për pranim. Gjyqi më i lartë që është i kalsruas. Si ka mundësi, tha ti duhet ta fitoje për 2 javë, e jo 2 vjetë, thash atë e dinë organet e juja. Dhe pastaj fati ju në Gjermani? Në Gjermani, mu si zotnim caktuan në bibliotekën e shtetit, për mrekulli. Një godin 6 katëshe, qilësat, zyren, për mrekulli. Dhe kështu kaluat? Aty, shumë mirë, po, kur ta bukoshi, këta thojnë, që e lidhë për një rogë, na duhet me punu për Kosovë. Edhe thot, pas nesër, thot, më lemru nga Gjeneva, në Ministrit Informacionik, e Gjafer Shatri. Se Gjaferi ka punu ka shumë, dërsa më shumë sa tanë levizja atje, me punën propagandistike, në atë koflas, ka punu shumë. Edhe shkova në Zvicër, e humba vendin e punës. Në Zvicër shkut? Zvicër. E Zvicër shkova ilegal. Dhe pse shkut Zvicër? Bukoshi me qoj, Ministrit Informacionit. Atje. Pastaj? Pastaj u ktheva në Gjermani, po më fillu me transportet të ndihmave. Pse s'ndajt në Zvicër? Pse s'ndajt në Zvicër? S'kisha unë kisha tash, atëra hala si kisha unë këto letrat. Erdi me mori Gjafer Shatri, me mori të akum në Stuttgart në Zyrë Ledekes, edhe kur erën të kufiri, thash, hesti me vetur, me tren shkuneve, po dolin një i burgosur i
që kështë qenë me te me marë, unë thash për i bi malin, dhe që më thuj kamera, po bjen të shi, therni malin. Jo sa në klavetën, po më dirë të arsë jam su malin, së pjus farën dhe shtë pun, edhe takohemi, dikon me në shaje me ashtu, jo tha edhe më thash, je ministrë, edhe më zanë, tha jam ministri një vendit pushtuar, që të shatë, luftarak. E ashtu kalum, andeje në Gjenevë, kisha, i universitetit gjatë asaj verën, da i tënë, i kisha universitetit që është aji Willem Berged, aji profesori, pa ishte edhe i kishës edhe më qëjnë nga kisha, isha e lirë se një 3 javë veç... Pastaj u këthyt në Gjermani? U këthyt në Gjermani. Dhe kur u stabilizuat? Me Gjermani tani unë e fillova me transportet, shëqrimi i transporteve për Shqipëri. Për ndihma? Për ndihma. Nga Gjermani? Po, e takoj Berishën, Berisha më takoj mu në Dajti. Unë kësha dërgu një kombi, fort të madhë, shkova të një frizajt, ishte firmë, kështë një... Viti 91-2? 92. Edhe... Berisha ishte president? 91, ende ishte... Si ishte president, se në vitin 92 u zgjodh president? Po, nuk ishte president, po ishte prag dëvashë me 22 mars, ato? U liberalizu Shqipëria. U liberalizu Shqipëria, po. Edhe ta shune përria me atë të televizionet, një televizionit aty deshin me shkarku këta, edhe më ka bo me dorë, kjo ishte me të Paris të ti, se po përkaditëshin përgjedhe, ishte fundi në ndorit. Thas, për kej më ka mëndajt. Pastaj Skënder Bushpo... Si e një fsha unë e Berishën... Skënder Bushpapa ju... Skënderi ka qenë shkëllqyër. Po, pastaj. Edhe sa, ka shumë informacion, tha ke ardhë, tha me një mikrobusi, thujnë ta. A i tha shpo e kom sjellë për shëqatën e burgosur politik. Kësha sjellë në gjithë me shtypë makinën shumëzosë shtypit e me... Që i duhet një zyre? Me frigorifere, televizori, bili mora në zyre. Ju kishit edhe një firmë etniku, apo jo? Po. Dhe këte keni vue e registru të Shqipëri, apo jo? Po. Dhe këtë firmë ju e vut në funkcion të këtyre ndihmave dhe, apo jo? Komplet. Aty ishte një fushë madhe. Edhe veç grur aty, dhe më thamë, po t'ishin, dilte e stapi. Po një maqineri që e shkëlqyshme. Edhe erdhi një pidjali motrës nga Kosova që edhe tani në Shqipëri ka me biznese, me ndërtim është. Edhe e bam, pastaj për gjatë luftës, ishte të dhëtari i rrëthur me more. Dhe qka bot aty, qka është prodhuar? Ishte pikë, ishte fabrikë bloje. Aty, këta shoba, ishte dhe shtëpia brenda saj, o ba pikë pritje. Marëm trale, kamjanën aksit, 18 metra që janë, me dyshek, për t'i sistemu nga 3-4 familje që në Krabadhek kështu, edhe pastaj mi shpërnda. Edhe unë kisha 18 punëtorë në atë kohë. 18 punëtorë nga fushkruja kishim deri në Shkodër. Pas të e kërru bashkë shumë, e kufizom deri në Shëngjin. Që duhej me për kujdes, për strehimin, për ushqimin, për gjithë shka kështu, ndihmat që sillshim nga këtej që në magazinat ishin aty. Për ne u licencum edhe për bartjen e armeve. Se këto armet që janë, Kosova ka luftu me armet e Shqipërisë. Ato kanë qenë, këto që u marrën, kanë qenë të zborit, të sërgjitje ushtarake. A Berisha u tërguj shkatë se i blokoj grykat e maleve ku ishin bunkerët. Edhe këto arme të randa, që kanë qenë pëthuise, janë barazo me këto Jugoslave që i kanë përdorë në një terren malor, të duhej mi ngarku ato 3-4 vetë një makina me licencë. Kisha 3 kamjana si 20 tonë, shpëtis mund ngarkoj shëmbi asë 20 tonë. Tani po fletë për vitet e ma të vonshme. Pa, nëse kjo futje luftës tjetër është. Po për gjatë kësaj kohësh, Berisha më thotë, që mbetëm të heto, mi adërzo se të lidhë kësaj partisë demokratike këte. Unë e stën, pap, thash, po e kam dhe jo dërgoj atyre, nesër të atë pres me Sat Miftari. Sat Miftari është një pjemër është Miftarit, ajo është një njëri që çdo shtet demokratik do të kishte përnder të kishte dhe president i pjekur, i shkollor, tanat mirat mbajti, 10 vjet bor këtë mbajti. Edhe ju presën në Seli, Partisë Demokratike, kanë pas të Kavajës, edhe aty
Më zi e bindje sa, të tha, në leni neve, tha, e ne bajmë se s'kishtë transport civil, e mbajmë, tha, transportin e s'kam besim, ndihmojmë edhe qendrën. 3 javë ja u kalan. Edhe si tha, është i mirë, tha, se ja vim zgjedhjet, tha. Edhe stava në i ka, thash, në ullë, se po ka hapsirë shumë, ishte fort i madhë. Ka hapsirë. E tha, ne tha i fusim 19 veta. Presidenti Arshëm, 19 veta, edhe i lëshojmë, tha, ka vajë, rrugërshin, firë, të pelin, nëjse vlorë, gjërë kasër, saran, edhe i mbledhim këtej për agjetim. Tha, a me ndoni me shliru Kosovën? Po, nuk shlirohet, tha Kosovë ashtu. Ne, tha, i kishim në zgjedhjet e kaluara, kur qenë në Ramizalin, që humbi, i kishim, tha, 7 bicikleta të vjetra, të arnora. Ata i kishim 11 vetura, socialistët. Edhe në si është prandaj, tha, kini mendjen, tha, më në cilë vetura. Si shkova, unë, a fizikakica dikur ka qenë shumë i lëzet, shumë bashkëpunim, ka punu shumë, ka punu. Edhe 11 vetura e uqoj. Kajtë Mercedesat së rrugët e Shqipërisë ishën në shtë. Po të bajturat, për dorë. Po të Shqipërisë ta e vosin, në cungë e fusin motorën edhe fillojnë janë, se me marrë një leje, du të më shku në shkollë 3 vjetë. Du të dishtë. Baca Idris, gjatë krejtë kësaj periude, kur e ke taku tani Ibrahim Rugovën pej vitit 68, kur ke pas rast me taku për herë të parë? Për herë të parë në telefon më ka marrë, nga zyra Lëdekes. Ka qenë viti ri, më ka oru vitin e ri, aty. Pas ta imi taku në një kuvend të lidhë të Lëdekes në Gjermani, bëli u qunë kam, tha, ku jemër vagaband. Cilin vetë? Në sa i bjen, do të ketë qenë në të dyshja të reshit. Në vitin, po vendi i Lëdekes në Gjermani. Ka qenë duket edhe ky Anton Kolen atë kuvend. Është mbajt në Stuttgart, apo në veri atje, dikun të Frankfurtit? Më duket në veri të Frankfurtit. Po. Edhe aty? Aty jemi... Dhe ta vagabond? Po, vagabond. Ata ishte dangashjet, atjerë që ishin të shokët, po më shumë për zemërsi e kështu, edhe në qëj fjallë, në mërë që ne kemë pas të me marë bukën me vete, ka të shkojmë, edhe fjetjen me pas ku të shkojmë në Konache, kështu. Se isha antarë kërësie, isha edhe për 14 vjetë kam qenë në ndegës të Rajnar Patit, të Republikës, edhe i sëtë, të vizi po merë bukën me vete, të pahajmë edhe ne kështu. Së i dërizit më s'na njëllë fukarallek. Po, ka pas këtë që. Më s'na njëllë fukarallek. Pastaj vazhdo mendima. Dhe si e pat Rugovën mas një kohët gjatë? Si u duk Rugova? A ishte i rëmbyr pak? Nga, mos them nga fama, po nga populariteti, nga. Si e pat tani? A i njeri, për mendimin tim, edhe mbret po të ishte, do rrun të njerëzilek, do rrun të thjeshtësi, modesti, te ka pas të lindur. Tani pa mundur është kur bësh, kur tërato, kërkesa tërato, dikush më nësot edhe së mpritit që unë e di që ka prit mjaft. Ka ju dini ma mirë se unë është. Absolutisht shumë janë kashuar, i lodhur po janë kashuar shumë. Baca Idris, do të pyes tash për disa figura, po kërkoj me një fjali më madhon përgjigjen. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ajo është figurë legjendare, ndërsa legjenda që përdoren për këto tjera të raste, për heroje kështu, më duket që humbin nga originaliteti, sepse legjenda dhe më tjetë dhe prallë kështu, prandaj mjafton me emrat më modeste kështu. Është një figurë që krenohemi që e bari të njohër në atë kohë, Shqipërinë, Arbrinë. Nana Tereze. Është një fati saj, është jashtëzakonshme. Kom dëgju njerëz të thamë, se në mas për që edhe pak kështu, fanatik i fesë, se të thanë që ka beri për Kosovën, pa nuk të rëgoj Clintoni se që beri erdha të këvarë jëtë për të rëgu se Kosovën e berra të lirë. Që ka përdonë ma shumë, për shfati tragjik i saj, kur vjen Tiranë. Kur jere mundot vjen bën kërkesa për me i taku, kur si japi në vizë, pastaj kur vjen vllai i saj u dënu me vdekje në Shqipëri.
iku, se ishte oficer i mbretërisë. Vdiqerët në Itali, motrat, kër i thanë, nuk kanë mundësi përgjigja, më otu janë në smora pla, ato nana dhe motrat. Si shte vërtet farë. Ishin, në thanë, ishin avion që ka është një orë, ku doli në Romë, një orë. Aja është figurë madhore, nane përbotshme, pa lindur kur, e shenjtruar, që ka bërë shumë të njohur dhe kombin tonë, dhe ne pëmburimi shumë në emrin e saj. Adem Demaci. Adem Demaci mbetet një figurë e respektuar, e ndëruar, simboli rezistentës, pa tjetër me atë dorë këtë gjatë, por atë që e tha djali i tij, që ka një familje të mrekullueshme, edhe ajo lehtësoi shumë edhe Demacin pas vdekjes, po edhe ne shqiptarëve të mbetur gjallë. Çka tha djali? Lehtësoi ajo që tha shqiptari djali i tij, se vlerësimet që bëri, fjalët që rrugoven të kritike ato, ka qenë thot në efektin ekstrem të diabetit. Apo ka thonë në televizion në emisionin Fakte. Unë e kom pa takimin e parë, uroj të realizoni edhe kthesën ashtu, të bëhet, të tërgohet shtu, mbetën një figurë, por me keqardhje, që e thot një kolegi i tij, thot hyri, thot si nacionalist, u doli si komunist. Baca Idriz, Ibrahim Rugova. Unë e thash edhe përsërit, kom shprehur edhe botërisht, të kësaj mendje janë edhe shumë personalitetet e tjera që edhe Kosovë të lirë ishte rrezik të mos kemi, por edhe ajo për sa i përket figurës e rëndësisë historike të kohës, për një gjysmë Shqipëri tjetër, për një kështet tjetër, një Kosovë të lirë të pavarur, ai nuk ka ndërmjet në historinë e kombit shqiptar, të kombit shqiptar, jo të Kosovës, pas Skënderbeut, për rëndësinë historike. Kjo është mendimi im, edhe me këtë të thash, e kanë pranuar edhe kritiket e mëparshëm të tij. Ato i dini ma mirë, thonë ato qarë si ki qenë shoqërosë. Adem Jashari. Tani, Adem Jashari, unë jam një gazetari drejt për drejt, jem gazetar profesionist, edhe kom marrë edhe gazetarin unë. Edhe thojnë latinët e lasht, verba volant, e folmja, fjalla, fluturon, skripta manent, e shkruar mbetet, dhe unë nuk du të le asë një hije në parëmësim që kam, mendimet që kam të thanë. Unë e kam thanë se Adem Jashari dhe Hamza Jashari, pa i ndarë, ata që i ka ndarë, është trupi më i madh, dhe në përsëri pres të korrigjohet kjo punë, sepse Hamza Jashari s'ka qitë as i push më shumë se Adem Jashari. Kanë qenë si thush si siamez, shtu në kuptimin luftarake politike këtu. Edhe janë kryeqetanik të Drënicës. Kryeqetanik të Drënicës janë. Dhe ti është kryeqetanik, kryesh qytetin e parë në Drënicë, qoftë edhe që ajo që ka qenë prej 12 deri 15 vjet ashtu, nuk është pak. Se këtë bëjsh me një sistem të organizuar, si që është sistemi komunist, si që ishte Jugoslavia. Absolutisht Serbia në rastin konkret. Është mbetet një njeri i përkushtuar, pak them, deri në vdekje për lirinë e Kosovës. Pastaj, të thush për strateg, e këto gjërat e tjera janë çështja e kthimit në shtëpi. Tani janë disa hipoteza për këte për atë, po, kur themi për taktike, për strategjie të luftës, duhet ta shmangë të këtë punë. Mendoni se ishte dashur të dorëzohet dhe të liroj fëmijët nga betejë, nga epopeja? Aty dajat kanë ardhur, aty dihet që shën ato tan ato, po puna është që s'duhet të shkon të shtëpi fare, dhe këtu bie ajo çështja e strategjisë. Nuk duhet të shkon të fare në shtëpi. Kjo është duhet pranuar, si gabim Miranda është. Për sa i përket kësaj, jemi njerëz e vladët të rajo, ploj, edhe po të dilte, bashkë me Hamzën, të armatosur. Dëgjo, ka raste, si ai rast që s'mund të shpërblesh vetën. Nuk mund të shpërblesh. 17 vjetë kanë
po më përkaz, ky Meha, Tahir Meha, me babën e bihin, Tjeshare. Çka janë 17 vjetë për sistemin komunist, për një shtet? Si thot Balzaku në shkëlqimi e dharanja kurtizanëve, ka një roman, thot se Parisin, thot se sensacioni sotëm e lënë në harres në gjarjen e djeshme. Edhe ata gjujtin marrën të randa. Edhe kjo fundja, kur u pa që u ban kjo punë, dojë të dilin, të vritëshin, të shpetanin, themën kështu, familjen. Po t'ishte, tani është edhe kjo opinioni që e beri qëllimshëm që të ketë jehon. Po kur e puna jehon politike, ka berë ajo Reçaku, që ishin katundarë, edhe të parmatosur, ndërsa Toni Formëror e tërmatosur edhe mes Amerike me tanke të shkek. Vaca Idrez, pyetja e me fundit, Albin Kurti. Është tepër shumë vështirë të kjo pyetje natyrisht, por të gjitha këto masa që merr krejt kështu, unë mendoj që nuk i thuhet naiv njeriu të dytë Amerikës. Kjo nuk është gabim, kjo është fajin. Edhe kjo bardh pasoja. Që sekretari i shtetit Blinken i tha naiv, për këtë e ke fjallën? Për sa në i dytë pas president, sekretari, këto dy postë janë. Edhe kjo ishte e randë. Po nuk e di. Ata në qafë, ndërkombëtarët, në kanë ra shumë. Qështu tjeta. Opozita, shumë të jetur për pushtet, edhe besën që do përballemi të bashkuar me Serbinë, nuk e majtën fjalën. Në Moshavin shkoj, që atje shkoj tjetëri. Këtu t'ishin unik, por ama nuk shkon. Me Amerikën dhe Anglia është dëshmuar, si thosh, ka shly diçka nga jo, historiku i vjetër. Edhe është përrezikohet shumë. Përrezikohet shumë edhe unë them, kjo çështja e votave kështu, a forfeja tëra këto, unë mendoj se mirë të ketë ma mirë vonë se kur një farqasje, sa mund të riparohet. Tani shumë çka është zgjidhur shumë çka. Këto, se çështja e suverenitetit. Nuk janë asteneshe që thojnë ta. Çështja e analizëve u pata një puna. Nuk janë të neqe targat, as nuk janë as denari, as ajo parola që ishte këthuj përballë Mitrovicës, që u sharrojë pse mori pjesë ministri. Edhe kryeministri, Prishtinë merrte pjesë pak ishte sepse ishte i provokimi i hapur që i bëi kësaj Mitrovicës së Jugut me 3 plakat e duhet lexoje përdesh Lis Bukoroka. Ose të dërgojnë shkë. Është shumë e qartë. Vendimet, deri këtu që erdhen, deri këtu që erdhe Jugoslavia. Për këto Amerika i bëri. I bëri. Më ka thanë, i kisha i ftur në zgjedhjen e Sali Berishës president. Kisha i ftes. Edhe isha bashkë me Osman Kazazin, ka bo 23 vjetë burg, që rilindja jo në Tiranë, nuk e përmendi fara vdekjen e tij, ndërkohë që mori pjesë edhe në mejdanet jem, ashtu. Deri aty arritën këta tanët, edhe është ngrit kam ishte në losh. Rajës thanë, ka bo me dorë. Kazazi tha, jemi 2. Tha të dytë, thash, jo shkoti Lali, këmë thonë, shka thonë, Tirana Lali. Edhe jo, tha, e kemi shku. Aje flisë Shqipën. Ku kemë mësuar Shqipën, tha kom qenë cimer me një shqiptar. Në Zagreb. Tha, shka me ndoni për Kosovën? Në edhe pauzat e gjata, me mërim votash ato, na patëm kom, se na uli afer, patëm ko bëllë. Edhe, tha, po, qarë me ndonë? Ti tha, se më të pyti qka jeme, flesin, tha, që jemi sosë dhe gëzdarë. Kjo gëzdarë të i bënë për Shqipi pak ma shumë. Tha, që armet e Amerikës e djemë të Kosovës, shqiptarëve të bashkuar. Kosovën do të ashliroj Amerika.
ka qenë 22 marsi 92, një ambasador Amerikës. Kosovën do të shtriroj Amerika. Dhe mbajtën fjallën. E prandaj, unë them se do të reflektim qoftë më mirë vonë se kur. E fundit fare, në jetja ki kushtue Shqiptarisë, Kosovës, Shqipërisë. Sot, je i knaqër me Kosovën, apo ka ende për të dëshiruar? Tani po bëj parantezë. Rrugova në 2004 me thirrri. Tha, tha zëvendës ministri i arsimit, ketha 600 euro rrogë, një vetur, një shofer. Nuk ke banesë siguruar në Prishtinë. Kjo ka qenë. Unë e kom falen në rrugë, se jam shumë mirë, ka kaluar tani ma, duhet brezat e ri edhe kalemajt e vegjël e tjera, edhe nuk kam pranu të tyrën. Prandaj, sot në Kosovë, unë kom mendu kështu, që kur lirohet Kosova, njerëzit do jenë në punë, për i punës në shtëpi më përshuve pak e ashtu, më shku në bibliotekë ose në bibliotekën familjare. E studim. Këtë kom mendu. Dhe kjo s'pëndodh. Te andër e kishim ne e qysh atërë. Dhe kjo s'pëndodh. S'pëndodh se më hynë në fusha verës pluhur, dimrit balt, kafeneve, marahat. Kjo ishte. Edhe, naturisht është një zhjimi madhë, sepse kishte mundësi u shpërdoru mallin në mënyrë të skajshme. E për shpërdorohet, ku keti? Ku keti shef veteranët e këto tjerë, kjo është të tërshme. Qa dënë mërgata me marë, që trajtohet me veteranin, ka qenë në Australi, në Amerikë, në Gjermani, zitër, në Evropë, s'kanë kalu asë urën e zogut, urën e milotit, kur, gjatë luftës, marrin veteranin. Kjo është krim, të e miliona që shkojnë. Bacaj Drez, Zotit Allah shnetën, e falenderit shumë për krejt që ka ke bo për Shqiptari. Zotit rujt. Falenderit, edhe unë ju juroj shëndet, edhe forcë të vazhdoni në emisionin tuaj Fisnik. Dhe mendoj tepër të rëndësishme. Historia e Shqipërisë, nga ajo e vjetra, pothuaj se ka përfundu. Dhe ka mbetur, kanë qenë 25 vepra më u botu, të ndarojgjën shku në 75, të gjitha prada. Mira është, e miras mirës është, që historia të rishkruhet. Është një merit që nuk e kanë kalavesh historinë me qëto të komandantë, qëto rëfimet, fantazirat. E po penë Kosovë nuk ka pas. Kosovë ka qenë një luft. 2 luft beteja që në ballore është Logja betej, nërsa kjo që thuhet beteja e Kosharës është gabim, është lufta e Kosharës, është varg betejësh. Këto kanë qenë ballore, edhe tjerat shumë respekt në nderim për terrenet. Me keqardhje shumë djemë kanë shku edhe për mëngjes të udhëheqjes. Të udhëheqjes, se i futshin me hap kanale oficerët e gatshëm. Oficerët që ishin në armatën Jugoslave e dëshmuan vetë. Si që dëshmuan vetën besa bes, e dëshmuan edhe deputetet e Kaçanikut. Nuk ka qenë letë të rajo masë, dikush një medalje. Është merit natyrisht e atyre të bora të shqurë të kombit. Falenderit, shumë falenderit. Shikues nderuar, po ju kujtohet hapja e këtij emisioni në pjesën e parë me Bacën Idriz. Hajde tani ta rikthejmë memorien nga pjesa e parë deri në këtë përfundim që pam deri sot. Me të vërtet, këto 3 pjesë ja vlejnë të shiqohen disa herë, sepse për ta dëgjuar një rrëfim të tillë i bie sikur me lexuar një libër goxha voluminoz, sepse argumentohet me emra, me data dhe me një vlerësim mjaft modest kur është në pyetje ai, por mjaft i pasun nga përmbajtja dhe rrëfimi që me të vërtet na ja afron afër një realitet që ne në fakt nuk e kishim pas ditë për krejt atë katrahur që përjetonin kosovarët kur dilnin në Shqipëri për të
shpëtuar dhe në anën tjetër atje trajtoheshin shumë më njerëzisht. Shkues nderuar, mu nuk më mbet asgjë tjetër, pos Baci Idris t'i dëshiroj jetë të gjatë dhe të lumtur me më të dashurit e tij, me familjen e tij, me fëmijët e tij. Baci Idris është një njeri që asnjëherë nuk u tundua, as nga aspekti material, as nga fama dhe as nga pozitat që shpeshherë ju ofruan dhe ai i refuzoi. Ai sot çot një jetë të qetë, një jetë për intelektuali dhe nuk pushon së shkruari dhe observuari për shumë gjëra që rrjedhin në Kosovë. Ati zemra i djeg për shqiptarët, për Kosovën dhe për Shqipërinë. Faleminderit Baci Idris për krejt që ka ke bo për Kosovën dhe Shqiptarinë. Zoti trujt. Shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë këtë maraton të 3 emisioneve me Bacin Idris Zeqiraj, duke ju rikujtuar se emisionet i keni çdo të shtunde në këtë shtëpi televizive, kombëtare, KTV, Kohavizion dhe në platformën Arta, si dhe reprizat të nesërmen, të dielën në ora 17. Mos e harroni kanalin YouTube, Fakte me Adnan Merovcin, të cilin ju thras ta bëni subscribe, aboniren, sepse me këte ju do të njoftoni për materialet e ardhshme. Dhe mos i harroni librat e autorit të emisionit, në të cilat kryesisht bazohet ky emision dhe ato janë Hap me Rrugovën, Kështjella mos marrëveshjes, Pengu dhe kompleti i fundit të premtet. Me këtë rast, falenderim për ujin e Rrugovës, për Vipa Chipsin, për Fibullën dhe për Medikën. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Uji Rrugove, Vipa Chips dhe Medika.